Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin ditor për datën 7. Data 7 janar 2020. E jashta, tingëllon bukur gjë, 2026, dhe mësojmë dhe mund të bëni gabim, themi 2025, e kuptoni vetë ju. Kjo do të thotë që pikërisht kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme, ku na jep mundësinë dhe dhuntin këtu, që të themi atë që duam e realizojmë. Është një ditë ku çdo gjë fritet, çdo gjë rregullohet, sepse gjithmonë nëse do flasim domethënë e mërkura është ditë mjaft e mirë dhe ndikuese në atë që ne duhet bëjmë. Përfitoj shumë shenjat e zjarrit, siç janë dashi, luani dhe shihetarët e ditëve të tretë. Ka një ndikim shumë të mirë mbi çështjet që kanë të bëjnë me punën, me karrierën dhe me disa takime të papritura. Por para se të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për një parashikim të detajuar. Atëherë kemi pikërisht astrologo.al, kemi të bëjmë me faqen roz dhe kjo do të thotë që është shumë e rëndësishme në lidhje me bisedët që doni të bëni, lidhje me takimet që doni të bëni, kur është koha e përshtatshme, kur janë gjërat që doni të bëni, i keni gjithë aty, mos e thotë ju nga me numrin përkatës të blerjes dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it të detajuar. Dhe më pas, sekretaria është ky butoni këtu, ky i vogël, vendosni të dhënat dhe jeni gati. Por për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti, kemi pikërisht këtë butonin këtu. Mos harroni sepse pa atë nuk mund të shfaqet mesazhi. Dhe duke bërë subscribe, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe merrni drejt për së drejti përgjigjen. Nëse doni në ndikimet e hënës kur doni ose keni një bisedë për të bërë momentale ose të ka dalë një çështje ose keni diçka si mund ta zgjidhni, atëherë kemi membership. Duke u abonuar atje, e merrni përgjigjen direkt në emailin tuaj ose në adresën që juve na dërgoni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju shenjës së dashit të duket se është një ditë mjaft e rëndësishme për nga çështjet që kanë të bëjnë me punën aktuale, ka të bëjnë me ndryshime dhe vendime të mëdha dhe disa çështje madhore dhe çështje financiare, sepse lidhet shumë me financat dhe kjo bën që reflekton në atë që juve doni të bëni dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë dhe diktojnë. Meqense ka një kuptim ndryshe, çështjet e financave, dita e nesërme është një ditë shumë e mirë në lidhje me takime, lidhje me bisedime, lidhje me ndryshime nga ora 11 deri në orën 13. Ju e keni parë dhe vetë kur në parashikimet e ditës që unë flas, e keni kuptuar dhe vetë kur them nga kjo orë në këtë orë. Pse e them këtë? E them në televizion, e keni kuptuar atje, sepse atëherë është koha më e përshtatshme kur kemi lëvizje të orë boshe, nuk llogaritet ose është diçka që kërkohet pak vëmendje ose mund të shtyhet takimi ose mund të bisedoni në një moment tjetër. Por gjithsesi koha ka treguar që në këtë periudhë është e mirë për juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditëit parë dhe me luan është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit, meqense demi ka një ndikim mjaft pozitiv dhe shumë ndikues, sepse në këtë ditë do bisedoj në çështjet që kanë të bëjnë me anën e financave, ka të bëjnë me disa vendime të rëndësishme në lidhje me takime, në lidhje me bisedime sidomos të gjënëm. Kjo është mbetet për të parë për sa përket arsyeve dhe punëve të mëdha që mund keni, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe mjaft disa çështje që janë spontane, nëse nuk e bëjmë tani ose momentale, mund të rregullohet dhe mund ta stabilizoni pak më vonë. Por gjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë për juve të shenjës së demit, duke zhvilluar, ndryshuar shumë gjëra në lidhje me punën tuaj. Takimet që mund të bëhen është nga ora 7 deri në orën 13, ku është një orë mjaft e mirë për juve të kësaj shenje. Në çështjet që kanë të bëjnë me dashurinë, me akrep dhe me virgjësh, mos ju ndani se ka diçka shumë të madhe në lidhje me unasën. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek shenja ajri, që është shenja e binjakëve. Binjakët e dashur, mundësit janë çështje të rëndësishme i keni, meqense juve
keni qenë pak a shumë në dilemë për sa i përket çështjeve të punës, ose për sa i përket gjërave që kanë ndikuar, ose çështje që keni pasur për punën tuaj, keni pasur për gjëra mjaft të rëndësishme, por kjo periudhë është një periudhë që vërtet është mjaft e rëndësishme mbi takimet, bisedimet, marrje vendime të rëndësishme që mund të keni dhe çështje të mëdha që lidhen me ekonominë, lidhen me stabilizimin, lidhen me çështjet e kontratave. Mirë është, juve të shenjtë binjakëve, miqtë e mi të dashur, mundohuni që nga paraditja bëni diçka se ka për t'ia vletër. Për juve që jeni në dogana, për juve që jeni në vende kyçe, për juve që keni pasur disa çështje problematike, duket se do t'i zgjidhni pikërisht tani ku është momenti juaj më i mirë. Prandaj mos mu shqetësoni, prandaj keni kohën dhe mundësinë e artë për zgjidhur çështje problematike. Në fushën e dashurisë duket se me bricap dhe me peshore është koha juaj. Vijojmë tek shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji ku çdo gjë shikohet në lupë. Gaforja. Gaforja dashura, momenti, koha, periudha dhe vendime që mund të merren. Janë vendime të historisë së veçantë në punë, në karrierë, në ndryshime, në takime dhe vendime. Meqense juve keni pasur disa probleme në të shkuarën e hidhur, do të thosha unë, 2025, nëse do flasim nga ana ekonomike, nuk ka qenë keq. Por disa gjëra kanë ngelur për të plotësuar në këtë vit. Dhe ky është një vit vendimtar për mundësitë dhe çështjet e rëndësishme që juve keni në këtë drejtim. Është koha juaj. Bini pas se keni për të zgjidhur në detaje për çështjet financiare, ekonomike dhe lidhje me biznesin. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me bricjap, pregatituni sepse ndikimet ose gjëra, një bisedë e rëndësishme mund të bëhet. Ora 10:12 është idealja me germa shtypi. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që nuk është monopol, po janë biznesmen të shkëlqyer, që këta janë luanët. Luanë të dashur, keni mundësinë, keni kohën, jeni real në atë që bëni, keni dashurinë dhe mshurinë, mundësinë, periudhën, kohën, vendime, ndryshime. Keni një moment shumë të mirë për sa përket anës ekonomike financiare. Mbi ndryshime dhe takime që do të bëni, është një moment mjaft i artë në atë që juve kërkoni dhe realizoni. Megjithatë, edhe pse disa problematika të vogla, edhe pse keni pasur disa keq kuptime, keq interpretime, po vjen një moment tani, një moment të mjaft i mirë dhe sfidues për të ardhmen tuaj, sfidues për ata që keni dhe jeni, dhe është mundësia, është rëndësia dhe koha e duhur për zhvillime, ndryshime të mëdha që juve keni. Është një moment mjaft i mirë edhe tepër solid në atë që doni të bëni. Megjithatë, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura në problematika të ndryshme, është koha dhe momenti më mirë i mundshëm për sa përket karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe dishipar dhe me shikjetar, është diçka për së mbari. Është e mbar. Prandaj bini pas, sepse është reale. Kur është koha me përshtatshme? 18:21 mbas dite. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që realizon, kontrollon, vepron. Shenjë toke mo. Kush është kjo? Është Virgjëresha. Për ju të kësaj shenje duket se keni një mundësi shumë të mirë, sepse gjërat që zgjidhen ose koha ka treguar që ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, ka të bëjnë me çështjet mjaft të rëndësishme që jo vetëm kaq, por kanë dhe mundësi të arta në zhvillime, në ndryshime të mëdha dhe mund të keni afirmime të mira në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me shumë gjëra që kanë ndikime dhe mundësi të mira në stabilizimin ekonomiko-financiar dhe në disa gjëra të tjera që do të pasojnë më vonë. Por dita e sotme është ditë reale për Virgjëreshat, sepse në lidhje me punën e tyre dhe një çështje pune e lënë pezull, nuk është realizuar më përpara, është momenti tani dhe kjo do thotë që është koha e duhur dhe momenti ideal për çështjet e rëndësishme ekonomiko-financiare. Në çështjet dashurisë, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor janë të mbara. Do shkojmë tek shenja e radhës, shkojmë tek shenja ajri ku çdo gjë shikohet në lupë, çdo gjë realizohet, çdo gjë arrihet fal zgjuarësisë dhe maturisë suaj. Që kjo është shenja e peshoreve. Për sa i përket peshoreve, çfarë ndodh me peshoren dhe ku peshoret japin mundësi dhe rëndësi në punë, në karrierë, në ndryshime dhe vendime.
Është një moment shumë i mirë mbi takimet që bëhen mbi çështjet e pozitivitetit dhe arsyeve të mëdha ekonomiko-financiare, dhe është një moment mjaft i mirë tani, sepse do të zgjidhni probleme të pazgjidhura në çështjet ekonomike, në biznese, në periudha të ndryshme dhe në kohën e duhur. Momenti ideal, stabilizues. Jeni shumë konkret në atë çka doni të bëni. Shenjtare gjithmonë janë mjaft ndikues dhe shumë pozitiv në ekonomi. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe ujor duket në para. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e akrepit. Akrepët si shenja uji që janë, si mundësi që japin dhe kohën e duhur përsa përket çështjeve të rëndësishme, përsa përket punës, karrierës, çështjet kanë një arsye përsa përket këtyre gjërave, por është dhe një moment mjaft i mirë dhe mjaft pozitiv, sepse duke pasur parasysh punën, karrierën, ndryshime, vendime të rëndësishme që juve merrni kohën e duhur, dhe kjo është një diçka shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse stabilizimi ekonomiko-financiar, puna dhe karriera, marrjen e vendimeve që do të merrni tani, akrepët si shenjë uji që janë, kanë një kohë shumë të mirë tani mbasdite nga ora 1 deri nga ora 5-6, ky harkohor për të biseduar për çështje shumë të rëndësishme ose disa bisedime me jashtë, ka të bëjë shumë me jashtë, është koha më e mirë e mundshme juaja dhe kjo do thot ndryshime, kjo do thot vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashurinë e ditës parë, ujorët e ditës tretë, është perfekte, edhe pse keni pasur probleme të tipit persona të tretë, të ndikuar dhe gjëra të kësaj natyre, por do ta zgjidhni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot një shenjë zjarri, por komunikimi është në maj. Këta janë shigjetarët. Përsa përket shigjetarëve të duket se tani nisin një rrugtim të ri drejt së njohurës, drejt asaj çka janë, çka duan të realizojnë. Momenti dhe koha, periudha kur ndodhin fenomenet më të mira të mundshme, përsa përket anës ekonomike, përsa përket marrjeve vendime të rëndësishme në kohën e duhur dhe një çështje biznesi që është në anën tuaj, ku çdo gjë është mjaft e mbarë dhe tepër pozitive mbi rëndësinë e kohës, mbi mundësinë që ju jepet, mundësinë më të mirë të mundshme, sepse duke pasur parasysh periudha, puna, biznesi, ndryshime dhe vendime që mund të merrni, është një moment mjaft i mirë dhe është sfidues për ato që juve kërkoni dhe doni, është sfidues për çështjet madhore, financiare, ekonomike, ku gjërat janë mjaft pozitive dhe tepër ideale. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me peshore, është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e bricjavëve. Përsa përket bricjavëve të dashur, keni kohën dhe momentin tani, përsa përket disa ndryshimeve të mëdha që do vinë tek juve, po të ndryshime në lidhje me punën më tepër, por dhe anët e tjera që keni, është një moment mjaft i mirë përsa përket punës dhe karrierës, përsa përket ndryshimeve dhe mundësive të arta. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me dem janë të mbara, por një kujdes të veçantë në takimin që do të bëni ora 11, 12 dhe 13. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë një shenjë ajri me reputacion dhe mundësi të arta nga tani e tutje, që këta janë të shenjës së ujorëve. Çfarë ndodh me ujorët dhe ku ujorët nisin një rrugtim të ri dhe ku bëjnë ndryshimin. Nga kjo e fundi, ndryshimin, do ndryshojnë vendbanim, do ndryshojnë punë, do ndryshojnë shumë gjëra, sepse nuk ju pëlqen kjo çka është tani, dhe me të drejtën e tyre, se nuk është e tyre kjo, kanë pasur shumë çështje të lëna pezull për shembull. Por vjen një moment tani, është një moment mjaft i mirë dhe me surprizat e veta, me mundësitë e arta që ata kanë, koha dhe disa probleme të vogla, më ta thosha unë kështu, por këto janë të zgjidhshme dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dem të 10 ishit parë, me ujor të 10 ishit të tretë, duket se ka diçka shumë pozitive, por sidomos lidhjet dhe kohën për bisedime të rëndësishme do t'i bëni mbas orës 11 deri në orën 17. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Përsa përket peshqive, duket se peshqit kanë mundësinë, kohën, ndryshimin, vendimin, anën pozitive të karrierës dhe një nga momentet më të arta që ata kanë në çështjet ekonomike.
Por me qenë se janë në çështje pune, në lidhje janë shumë alat të shkëlqyer me persona të tretë që i ndihmon shumë në këtë punë, por ja kanë bërë nderin, që nderi kthehet me nder, dhe është një moment tani mjaft i mirë për sa përket punës, për sa përket karrierës suaj, miqtë e mi. Bini pas ditës së sotme, dëgjoni Jorgo se do më kujtoni, nuk humbisni. Provojeni një herë, kujdihet. Çfarë është kjo? Është diçka shumë pozitive, është diçka shumë e madhe, sepse lidhet me karrierën, lidhet me punë, lidhet me disa ndryshime të papritura. Role drejtuese pra. Dhe kjo është një moment shumë i mirë. Koha me përshtatshme për bisedime është ora 9, 10, 12, 14 dhe 17, 18. Bini pas sepse ka diçka shumë të madhe. Në dashuri duket se me shigjetar dhe me gafore është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të ditës së mërkurë, të datës 7 janar 2026. Para se të ndajmë bashkë, ju e dini tani, tash, është faqja roz, astrolog.ala, aty mund zgjidhni paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes dhe jeni gati pastaj për gjithçka ju intereson. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për së drejti, e doni të dërgojeni mesazhin, e kemi pikërisht këtë butonin këtu. Duke na bërë subscribe, jeni gati pastaj për gjithçka ju intereson. Nga unë Europulla, ju uroj një ditë të mbar dhe sa më tepër shëndet dhe begati. Gjithë mirat.